Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Ne vazhdojmë të jemi bashkë në Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel. Është momenti kur Ada është afër meje. Jam edhe më afër Mikaelës, patjetër, ne si tre kolegë. Ne si tre kolegë qëndrojmë shumë afër njëri tjetrit dhe ka ardhur momenti që të flasim për temën e ditës që e tham pak që në fillim të emisionit. Do flasim për talentin, kundrejt punës së palodhur, disiplinës që një njeri e ndjek me vullnet të hekur ditë pas dite për të mbërritur qëllimet e veta. Kush fiton në fund të ditës? A mjafton ndonjëherë vetëm talenti? A mjafton ndonjëherë që ti vetëm të punosh, të jesh, si më thon, qeni punës? Sepse i kemi të dyja rastet. Ka njerëz që janë të suksesshëm për faktin se kanë qenë shumë të talentuar, por ndoshta nuk kanë lëvizur as gishtin e dorës, edhe kanë qenë shumë me fat në jetën e tyre dhe janë vlerësuar vetëm për shkak të talentit. Ka njerëz që me inat, me këmbgulje, me atë inatin e mirë flasim, kanë dashur të bëhen dikushi, kanë dashur të investojnë në një fushë të caktuar dhe kanë investuar aty dhe janë rritur edhe profesionalisht dhe sot mund të jenë modele shumë të mira. Megjithatë pa atë grimcën e vogël të talentit, siç thot populli, nuk është se të shkëlqen fort ylli në ball. Do me thënë ti Mikaela je për talentin. Jo, un jam 10% talent, 90% punë, sepse dhe i talentuari nëse s'punon do ngel në vend numero. Nuk ka se si të ecë. Ha debat. Por çfarë mendoni ftuari jon këtë mëngjes Neritan Liçaj, shumë kënaqësi që ju kemi në studio. Mirëmëngjesi. Kemi gjithë ditën që zihemi për këtë. Talent. Po, kështu e nisim në meshe. Kështu. Duam përgjigje. E mbyllim duke qeshur. Unë jam i çik me atë që tha Mikaela. Edhe jo se po e thot vetë Mikaela, e thoshte i madh Ivangjur Shurxhiu, për mua ka qenë vërtet i madh. Që thoshte kur e pyesim për punën e talentit, profesor. Ai ka qenë për mua është aktor, ai dhe Suliman Pitarka janë përjashtime. Ne kemi pas aktorë të mëdhenj gjithmonë dhe ne do kemi gjithmonë aktorë, edhe artistë mëdhenj, se ne jemi popull me temperament fort. Por ai ishte shumë i veçantë, nëse çrëndsi ka. Kur e pyesim, thoshte, shikoni çuna, thoshte edhe goca, kur futeni në këtë shkollë plus minus 5, e keni talent. Atëherë ishte konkurimi ishte shumë i fortë. Nuk kishte atje na lekët në fut shkollë, jo. Në atë pamje ishte shumë. Nuk blej shkolla. Por thoshte, shiko, thoshte, duhet 5% punë, 5% talent dhe 95% punë. Sepse është e drejtë kjo, që talenti është i domosdoshëm. Përcakton atë drejtimin tënd. Por në profesionin ton, ne kemi një shprehje që e themi Franci e di shumë mirë se është në aktrim vet, në art skenik. Është me të thënë, nuk është me të dhënë. Ta ka dhënë ai atje lart. A ku dëgjon? Mitra e mamit, a nuk e di. Nuk po i hyj këtij debati. Pra e ke talentin. Por në qoftë se ti nuk investon ai talent, pastaj ai natyrshëm fillon zbehet. Më si puna një lojtari. I Maradon sa dush stol të rezervave ti. Po nuk lujte, po nuk investove, po nuk ece, po nuk e humbet vërtet talent? Zbehet, nuk po them se humbet. Për të humbur fare jo. E zbehet. Po mirë, Neri, ja, qëndrojmë pak me qenë se e filluam duke folur edhe për profesionin e aktorit. Kjo është gjitha artet, nuk po them unë mora si. Po, edhe këtë nga pianoja ashtu funksionon. Po, dhe Mikaela mund ta flasim për artin skenik, a mjafton deri në fund të jetës që një aktor të jetë vetëm i talentuar dhe thotë që unë me këtë gjë do shkoj dhe do bëj karrierë deri në fund të jetës time. Në qoftë se investon, nëse është i përkushtuar, mos harroni ka të bëj shumë pasionin në art. Se ti mund të jesh talent edhe mos dush me punu për shkak. Atëherë ku shkon? Normal njerëzit ton s'do me punu mirë pa. Është edhe çështje pasioni. Domethënë arti sikurse çdo profesion do të pasionin brenda. Ta duash atë që bën. Dhe ajo të nxjerr gjithmonë diku në çdo profesion, jo vetëm në arte. Po sa e përkrajmë ne sot si shoqëri njeriu, individin e talentuar? E këtu pasaj. Nëse e keni parë, besoj se e keni parë. Se mund të kesh edhe talentin, edhe pasionin, edhe dëshirën, edhe këmbguljen, po ama nuk të hapen dyert. E keni parë, besoj, Amadeus, një film e famshëm. Miloš Forman. Aty nuk bëhet fjalë për muzikën. Domethënë muzika është preteksti, personazhet janë preteksti. Aty bëhet fjalë se si mediokriteti vret gjenin. Salieri vrau Mozartin, zërin e Zotit. Neri, ndjes vetëm pak më afër mikrofonit. Mos duhet shuar më kështu. Po, më mirë, po. Faleminderit. Domethënë në art është mediokriteti që përpiqet gjithmonë, sepse mediokri do mbijetoj duke i ngrënë kokën taftit. Vetëm kështu mund të mbijetoj. Pra të zhduki vlerat e vërteta. Dhe kjo në Shqipëri ndodh jashtëzakonisht shumë. E kemi parë në fakt, sepse duket sikur forma më e shpejtë për të promovuar, flasim këtu për personazhet e ekranit, është vetëm përmes një reality show,
përmes vëmendjes se ti mund të marrësh nga ato klikimet e njerëzve. Që prap nuk funksionon, ka pasur aktor që kanë hyrë në reality show dhe nuk në Big Brother dhe nuk ka funksionuar. Në të gjitha fushat, dhe në moderim, dhe në aktrim, edhe si këngëtar ose personazhe TikToku, që duke hapur gojen përmes këtyre zërave të gatshëm, janë katapultuar pastaj në skena shumë të mëdha. Unë nuk mendoj se janë katapultuar. Shiko, ka një gjë, media nga njëherë të djeg. Për mua është investim shumë i mirë dhe shumë i madh nëse ai bëhet realisht, jo i katapultuar si thua ti, me të drejtë. Katapultimi do të shërbejë një moment parë, pastaj hop. Është qartë. Sepse çdo gjë në jetë, një gjë që ka vlera fitohet me këto. Nuk fitohet me paterica, ose me gjilpona, ose me pompa, ose me fryrje etj. Kas metaforikisht, për të rezistuar kohës. Të investon gjatë ajo që tham pak më përpara, investimi, talenti, mençuria, puna. Po parimisht patjetër kjo qëndron, po modelet që janë krijuar sot janë këto. Dhe njerëzit këtyre ju referohen. Ne kemi modele shumë të shfytyruara. Ne nuk kemi modele. Tamam. Domethënë ti modele është që i përgjigjen nivelit të përgjithshëm shoqëror. Dhe mua më vjen keq ta them këtë për popullin tim. Ke një popull të parësimuar, të pa edukuar në masë, jo të gjithë. Të pa edukuar që nuk din ç'është e drejta, që nuk din ç'është e vërteta, as nuk tentojnë të kuptojnë. Dhe normalisht kur ke një nivel të tillë, ai ta manipulon popullin pikërisht me këto modele vulgare dhe banale, që në të vërtetë janë të dëmshme. E çuditshme se ne jemi ndër popujt më të vjetër në botë dhe më të zgjuar. Ne jemi të zgjuar në gjëra të vogla. Të tipit? Po ndonjëherë gjërat e vogla bëjnë ato të mëdha dhe është mirë kur Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Ne jemi të zgjuar, shiko, ne themi, më vjen keq ta them këtë, se Shqipëria ka pas vërtet burra trima dhe gra trime në histori. Ne jemi trima te parkimi i makinës. Ama gërvishta sa gërvishta, aty dalim nga makina. Ai çat boj unë, llafi parësh, e di çat boj unë, çat do mbosh, aty ngej. S'ka çat të bëj. Po. Por kur vjen puna për treguar burrëri dhe forcë, aty pastaj hop, vje policit 1:30, 40 kg peshon me gjithë uniformë të lagur, ikën kështu, shefo, pra nuk e kemi dinjitetin, mençurinë, forcën dhe trimërinë aty ku duhet. Ne kemi njëri tjetrin. Ai nuk është trimëri, ai është budallë. Unë mendoj që ai është frustrimi i brendshëm. Eksakt. Ai është budallë, unë nuk kam asgjë kundër shqiptarit. Është turp ta ketë shqiptari kundër shqiptarit. Por aty ku duhet ta tregosh, aty tregohet burria. Nuk tregohet u rraf gru ndark. Frustracionet e ditës janë zerësh grus ose fëmijës, s'është burria. Ai është langaraqëri. Një burr e tregon, ta them të fundit Franci, një burr tregohet burr kur di të përballet si burr, jo si langaraq. Tu ke drejt. Edhe unë jam me këtë. Do të pyesja në fakt të kthehemi pak tek këto dyshime, tek mendimet e ndryshme që ne kemi për temën e ditës që i takojnë talentit edhe punës të palodhur. Ti kur ke qenë në moshë për të vendosur për jetën tënde, për profesionin tënd, në atë periudhë kur vërtet që është delikate, a ke pasur modele të tuat që ke thënë unë do ndjek si me thënë si frymëzim edhe si motivim dhe për shkak të asaj që ata kanë bërë, do ndjek si me thënë rrugën e tyre që jo domosdoshmërisht duhet të kenë qenë aktor, por përgjithsisht njerëz për kulturën, për atë energjinë e tyre? Patjetër, nuk kam pas idhuj. Modeli më i mirë ka qenë familja. Kam pas një baba dhe një nënë të cilët ishin konservator, edukimi i fëmijës, mirëqenia e familjes, aq sa mund të ishte mirëqenie në një kohë diktatoriale ku ju nuk e keni jetuar dhe shumë mirë, po ti një palë atletik kishte 4 vjet. Edhe kur të rritej këmba të bëj kaq ti me ato. Sepse ishim të varfër. Por ama ishte modeli familjar, pra të krijuarit atit që nuk po e quaj morali se ka ngel ky emri i keq nga morali komunist, po them instinkteve të mira njerëzore, që janë virtyti, morali, edukata, mirësjellja, dëshira për të luftuar në kuptimin e mirë fjalës, për të investuar të gjëja, për të pasur pasionin e jetë etj. Ky ishte modeli dhe e kishim në përgjithësi të rinjtë atëherë. Kemi qenë shumë idealist. Tani rinia është edhe koha e tillë, nuk është vetëm në Shqipëri, nuk është vetëm fenomen shqiptar, është perëndimor. Sot rinia
ka pragmatizmin. Që nuk është i keq më, dhe pragmatizmi, se njeriu bën dhe kompromise në jetë. Por ama kur është i shëndetshëm, kur është i pashëndetshëm, për mua ajo të dëmton si njeri. Sot çdo gjë shifet nga pikpamja materiale dhe të rinjt. Domethënë shoh, ky s'ka ble Gucci sot jog. Jo. Sepse ai mund të jetë natyra më e bukur që ti mund të kesh parë në jetë për një shok. Edhe marrëdhënie shoqërore. Ndikojnë. Çdo gjë. E duket sikur gjëja e fundit që vrasin mendjen për të kuptuar është nëse janë të talentuar në diçka. Ose nëse janë të mirë. Domethënë gjithçka në Shqipëri, jo vetëm Breziri, në përgjithësi është e dukshmja, sipërfaqësorja. Ndërkohë që sipërfaqësorja nuk ka shumë thelb, ka thelb atëherë kur ka dhe të brendshme në brenda. Atëherë po, unë e pranoj dhe si puna e teatrit. Domethënë radh parë ose e artit, radh parë ka rëndësi etika, ajo që të thot produkti artistik. Pastaj ka rëndësi dhe estetika, patjetër. Një ndriçim, një kostum i bukur, një skenografi e bukur etj. Por ama kur vepra më thot sa gjëra të vërteta. Se nëse vepra s'më thot gjë, po ti e ke lajt, ti e ke ly bukur mirë, më thup. A ka njerëz të patalentuar edhe në fushën tuaj? Që janë aty në teatr. Shiko, të patalentuar jo, ka mediokër. Që mediokër do thot mesatar. Ë? Se nganjëherë keq kuptohet dhe termi, emërtimi mediokër. Mediokër do thot medio nga italisht. I mesëm, mesatar. Që nuk e kanë potencialin, apo? Që nuk kanë atë që të çon drejt. Ama ka dhe një gjë, që ka dhe artist mediokër që duke punu si qen, kuptimin e mirë, fjalës se qeni është kafshë shumë nuk është shari. Qeni është kafshë mrekullueshme. Duke punu me këmbgulje, arrin nivele të larta. Kjo për mu, për mendimin tim, është për tu duar të rëgjit. Kur ti edhe pse nuk ke nivele shumë të larta për sa i përket dhuntive natyrore, punon, investon dhe harrin për mund t'jap gjithë duart rrugë. Ndërkohë kemi dhe rastin e kundërt, atyre që janë super talente dhe gjatë rrugës pastaj shuhen. Po, shuhen, është e vërtetë. Shumë e vërtetë. Keni hasur të tillë në karrierën tuaj? Po ta them unë kur kam qenë në lice, atëherë sapo kishte dal, po t'jap një shembull që kishin dy shumë të talentuar. Ishte Tedi Pavarami, ishin më të vegjël se ne, dhe ishin të vegjël fare. Edhe ka qenë një Ben Spahia nga fshatrat e Pukës, që ishte në lice. Ai ishte virtuoz, por nuk studionte. Domethënë ne ishim më të rriturit kokoroç të shkollës, e merrna ai bite viol, i bite ku dëgjon muzikë popullore me violin, po ishte kështu. Ishte shumë i talentuar se Tedi. Edhe Tedi nuk ishte pa talent. Po Tedi ishte masakër, punonte 8 orë, studionte, ky nuk studionte fare. U përzgjodhën nga dy shkollat më të mira të Europës, Tedi në Francë, ky në Austri, Beni në Austri. Tedi vazhdoi investimin, Beni nuk di më gjë. Ashtu, sigurisht. Por Beni nuk s'kam dëgjuar më, që atë i çojen veri. Domethënë i lejoje në veri. Shtërhequr. Siç dërgoi edhe Visi Manjol në Vajzën e Madhe të Lan Trbickës për piano në Paris. Pra bëri ca gjëra në veri. Dha ca çoi ca në perëndim nga arti, nga kultura. Që sigurisht asnjë nuk e. Po mirë, po kur flasim për talentin, eri është e gjithkohshme pavarësisht sistemit, ai që do të punon, edhe ai që mendon se në bazë të gjithçka, tani përveç diskutimeve që bëjmë ne, talenti plus minus 5 etj, baza e gjithçka është investimi, puna. Baza e gjithçka. Po mirë, dakord, nëse në kohën e komunizmit ishte në çik e kufizuar në këtë drejtim, jo të gjithë e kishin mundësinë për të shpalosur të gjithë talentet e tyre dhe për të shkuar atje ku përkisnin. Sot, si një shoqëri demokratike, ai kemi ne këto mundësi? Është i lirë individit të zgjedhë dhe të investojë në talentin e tij? Patjetër, po është e keq kuptuar. Sepse në fushën e artit, po më përpara duan të bëhen VIP-a sa të bëhen aktor. Më përpara duhet të bëhen VIP-a. Very important që është një budallëk i madh, sepse very important person janë personat e fuqishëm politik. Kemi ne VIP-a në Shqipëri? Edhe një herë nuk kemi VIP-a, sepse për ne ka të tjera emërtime. Ne i përkëdhelin veten duke thënë VIP. Ja, më vërtet i rëndësishëm. Jo, nuk je vërtet. Se me vdek Neritani tani, do thonë, vdiq ky, ça do thonë, mja legeni se është i Saliu, ça do thonë, gjinof, ishte çuni mirë, darkë të shkojnë të rrafin gruan. Pra ti nuk ndikonte jetë të tyre. VIP është ai që kur firmos ndikon miliona lekë që ndikojnë direkt në jetën e qytetarit. Ai është VIP. Por ne ka emërtime të tjera. Hostess TV, movie star, theater star, ku do një king of pop, queen of rock. Pra ne jemi personazh i njohur. Një personazh publik.
po nuk je vërtet i rëndësishëm. Por ama fakti është që ka pas artistë që kanë ndikuar shumë fort në mendsinë qytetare. Edhe kemi marr nga muzika për shembull që këtë legjendat e rockut që ndikuan fort dhe ndikojnë fort akoma në gjenerata. Po thua në botë. Në botë. Këtu te ne pastaj në nivelin ton? Në nivelin ton, po shikoj, ne nuk se i kemi të ndara këto gjëra, pikërisht, ne i kemi gjërat aq çorb se i kemi të pa ardhura natyrisht. Bota ka vite që i perfeksionon këto sistemet që ndihmojnë art. Nuk ka artistë në Shqipëri që frymëzojnë dhe ndikojnë në mendsinë e vendit? Jo, sepse prapë është një problem i artistëve. Për shembull, kur ishte betejë për teatrin, mua më thoshin 22 vjeç, çik më i madh se i mbir, më tregonte mua më thoshte, artistit nuk i ka hije të merret me politikë. Falkush e shkruaj kjo. Mi bëj djalë. Ke artist ke Zheleski, nga skena ka dalë për shembull, ke Edin, nga arti ka dalë. Kush e shkruaj me kjo që s'duhet merret me politikën? Ma thuj pak, ke pas president amerikan, aktor, e di shumë mirë. Franci. Kush e shkruaj kjo? Por çfarë? Ai nga njëra anë nuk ka faj, sepse ai është mësuar që artistët ngordhin për bukë. Një pjesë. Kuptimin janë të varfër, dalin dhe shesin diçka që nuk janë. Red carpet, actors live. Pra janë me shpime që ra po thua dhe shesin atë tjetër mundane. Dhe lu Hollywoodin, jo mër jo. Lu Hollywoodin ai. Çiko po i bëj pushime. Çiko çapo ha. Dhe normalisht qytetari thotë, mirë, ky është kukull vitrine, ky duhet dalë aty të mos më thot mendime. Vetëm duhet të tregoj që unë të merrem, a e ka bluzën kështu, a ka boveshët, a ka në këtë formë ti ndikon në shoqëri dhe imponohesh shoqërisë duke i treguar që ky është modeli i luksit. Pa me profesionin që kam unë i bëj këto pushime. Paskush nuk e di në të vërtetë se si e ka jetë. Eksakt. Pra është një mashtrim që i bëjnë artistët edhe publikut dhe publiku thotë, "A më mirë, kukulla vitrine janë këta, s'duhet të kenë mendime, këta duhet të jenë idiot, duhet dalin aty dhe tunen vetëm." Jo. Ndërkohë që nuk përpiqen për ta ndryshuar realisht. Ndërkohë që artistët në botë kanë lëvizur shoqëri arti, kanë ndikuar fort në politik, në kulturë, kanë ndryshuar botë, kanë ndryshuar mendsi njerëzore. Unë po të marr vetëm rilindjen italiane, që i ndryshoi komplet logjikën perëndimit. Do me thënë, basë rilindjes italiane, ty të erdhen romanticizëm, klasikizëm, iluminizëm, të gjitha izmat. Do me thënë, bota vazhdon me modelin e atyre. Për çfarë jemi ne si popull të talentuar? Ne kemi talente pa fund, ne nuk dim t'i drejtojmë për mendimin. Shiko, e thash edhe pak më përpara, ne jemi popull me temperament shumë fort, ne kemi 39,5 temperaturën. Nordikët kanë 31,5. Pra ne jemi popull që gjakojmë në kuptimin e mirë të fare. Kemi energjinë, ne nuk dim t'i orientojmë gjëra. Ky është problemi më i madh, Joni si kom. Dhe orientimi më i madh, unë vazhdoj të mbetem logjikës rilindjasve të vërtet, konica me shok. Ky popull nuk do bëhet me para. Një popull nuk e bën vetëm para. Një popull e bën arti, kultura, shkenca, arsimi, sporti. Këto janë ato që ndikojnë drejt për drejt e formimi i qytetarit. Në antikitet, arti dhe sporti hynë te edukimi. Tani hynë te zbavitja. Duhet investohen sot në art të rinj? Më fal, budallë janë francezët, ai populli mençur dhe i shumë i edukuar që Ministrinë e 5 që vjel më tepër nga buxheti i shtetit është Ministria e Kulturës, mbas Ministrisë Luftës së Rendit, të Arsimit, të Shëndetësisë, e 5-ta është kultura. Pse? Sepse ata burrat e mençur e dinë që sa më qytetar të kultivuar dhe të emancipuar të kenë, aq më shoqëri të emancipuar do ndërtojnë. Dhe si arrihet emancipimi nëpërmjet artit dhe kulturës. Ky është fakt që me mira vjet, që nga antikitet, që nga Eskili e Sofoklius, po e thot deri tani sot. Mirë, edhe këtu ka iniciativa, po bëjnë filma, industria e filmit po zhvillohet. Ka, patjetër, problemi është teatri gëlon, vëmendja është rikthyer në teatr. Po mos harro që ne kemi pasur teatr kur serbët nuk ekzistonin në Ballkan. Në Gadishullin Ilirik, se emri i vërtet është Gadish. Dhe ti të del një qeveri që të prish teatrin kombëtar me dhunë në mënyrë antikushtetuese. S'ka ndodhur në historinë e njerëzimit, më merrni një rast kur qeveria, parlamenti, bashkia, policia, biznesi, sufllaqet, patronazhistët, komunistët shembin me dhunë teatrin e tyre, nuk ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Po teatri po bëhet tani. Po bëhet më i ri. Nuk po merrem me këtë. Bëj 10 teatro, unë jam i pari që do t'i përshëndes. Po nuk prishet teatri kombëtar me dhunë. Për koncept. Se është shumë e kollajt. Po mirë, si shiko tash ne e prishëm, po ne po bëjmë tjetrin, jo. Jo.
Ka 3 teatro kombëtar Athina. E di Franci shumë mirë. Ka 120 vend, një shekulli i 17. Ka një tjetër 200 ca vend, ka dhe modernin triun. 3, s'ka prish në njënin nga ata për të ndërtuar tjetër. E ruajnë edhe mbrojnë atë trashëgiminë e tyre kulturore, qartë po. Po dhimbja juaj si artist është shumë e madhe dhe është e kuptueshme, se ndoshta të tjerë I bi tani që Egypti të arrasi piramidave se do bëjmë një piramidë tjetër. Se janë demode, kanë dalë nga moda. Një piramidë moderne. Po, do bëjmë piramidë. Do ta vazhdojmë diskutimin këtu në studio me Neritanin, por do të dëgjojmë një këngë tani, shkputemi për pak edhe rikthehemi në studio. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, këto videoklipet, këto këngët janë. Kishte titra kjo? Jo, kjo s'kishte titra, po kjo kishte një super energji. Ishte shumë e bukur, gjithë ata që janë duke dëgjuar ose po e dëgjonin tani në makinë në valët e 104.6 Radio Travel, me siguri kanë filluar të kërcejnë edhe të. Patjetër që po, edhe brenda makinës duhet ritëm edhe entuziazëm. Po Neritani dakord kërcimin makinë. Të lidhur me rripin e sigurimit. Ne vazhdojmë flasim për temën e ditës që është talenti dhe puna e palodhur, sistematike, disiplina që duhet të ketë një njeri, vullneti i madh që të arrijë disa qëllime që i ka vendosur vetes, por sot Neritan duket sikur kanë hyrë në përdorim të përditshëm disa terma të tipit work smart, do not work hard. Si qëndron e vërteta e kësaj gjës për mendimin tënd? A vërtet ne duhet të punojmë pak e saktë? Të punojmë një çik kështu në mënyrë më të zgjuar? Këto janë teknikat e servilit për shkak. Jo, këto janë teknika që duan të mpinë shoqëritë. Si mas punon shumë se. Se e ke pasa festa na ka fut? Si hapi Surrelit? 900 festa kemi. 900 festa. Prit kur ta nxjerrë dhe festë spinaqit. Pse që të mos shkosh në punë. Mos shkosh në punë. Trish mësohesh aty me rahatin. Jo, njerëzit paguajnë gjithsesi. Un po të marr Gjermanin e mas luftës së botërore. Si u bë? Duke punu jo smart, ju futën, kam taku një gjerman që kishte qenë në Hanover. Që kishte qenë 17 vjeç në rinin hitleriane, tha shpëtum gjallë kohë, tha se oficeri rus i erdhi keq për ne, tha na rasti ka i shpullna, tha ikni në shtëpi. Se edhe mund na vriste, se luftë. Dhe që nga ajo ditë, tha derisa e martu me këtë Helga, ishte shoqja një gjerman e lezetshme këtu. Deri 31 vjeç jam martuar me këtë zonjën këtu, tha un kam punuar për Gjermanin, tha deri këtu, tha për një pjatë patate në ditë, supë me patate. Balt. Si do bëj Gjermania këtu? Me work smart. Jo, do punosh, do përvesh. Jeta nuk është tralala. Nëse do ta jetosh jetën dhe puna të bën mirë. Këto janë të gjitha teori që nxjerrin ta wokistët. Për të induktuar dembelizmin. Tani ka dembelizmin, fitoret e kollajt, fitoren duhet ta djersisësh. Ka dy teori. Është kryeministri që thotë pun ka, po nuk ka profesionist, dhe prandaj ne po marrim nga Filipinet, nga Afganistani. Se di kryeministri ç'është puna. Kryeministri ka thënë që kemi dëshirë të punojmë, po mundësitë e punës. Po patjetër. Ore kryeministri dhe Laliburgu nuk i ka thënë njëri të lumshin duart në jetë. Edi Rama ka marrë për mësues vizatimi i paaft, se un kam marrë skulpturë dhe kam pas aty, e disa jaftësh, që bubreca dhe flutra, se ti japësh penelin thosh mboj portret fëmijës e bën dot, Derziu. S'kam punu një ditë një vet. Nuk kam punu një ditë një vet. Erion Velia ju bë miliarder pa i thonë njëri të lumshin durët. U investun, leksorësi, bam, ndërtuan një jetë fake, një jetë pa ders në ballit, dhe normali që ai sa ka iden, çfarë do të thënë punë. Se si kish punë kërbishti aty të punojnë punë, siç kena punuar djem të popullit. Kryeministri nuk është i talentuar? Afare. Në asnjë fushë? Në asnjë fushë, ai është sportist mediokër. Ngrofte stolin. Dilte me 5 personale që 4 minuta para ne. Se kena pas, kishim aty. I vllai po, ol ishte basketbollist shumë i mirë. I paft në sport, i paft në art, i paft si njeri, është një mediokritet total. As çufon dhe bubin shkaçurel nuk ka marru. Po, Neri, dhe prandaj ai merret me objekte, ai nuk duron dot njerëzit. E keni vënë re që ai merret këtë kullën do e bëj kështu se nuk merret dot me njerëzit. Ndërkohë që kryeministri duhet të jetë kundërta, kryeministri është shërbëtor, për kthimi parë i fjalës ministër dhe samuraj, në japonisht do të thotë shërbëtor, pra ti duhet të shërbesh. Jo të diktosh. Se pastaj kalon të shoku Enver e të diktatorët. Pendosim ne, udhëheqim ne, jo. Ti do shërbesh. Një lider i mirë për mua është ai që i shërben popullit vet në rrugtimin e vet historik. Jo ai që shkatërron Tiranën me mbjellca kulla se do me thonë kjo është Tirana e Edi Ramës.
Si Tirana do jetë kur Neritani dhe Edi të kenë vdek, aty do jetë Tirana. Por ti mos i ndrysho fytyrën që ka për psikopatitë tua. Se s'ke të drejta bësh. Neritan, po, duke qenë se kjo temë shërben më shumë edhe të rinjve, për të gjetur veten e tyre edhe rrugën e tyre në jetë, cila do të ishte një këshill e mirë për ata të rinj të talentuar që e duan punën edhe duan të Pasion dhe punë. Pasion dhe punë. Shiko. Kanë hebrejt një shprehje shumë të bukur popullore, siç kemi edhe ne tonat. Më mirë puno kot se të rish kot. Sepse nga puna diçka do dali gjithmonë. Do dali gjithmonë. Ore ti s'ke qa bën, merr një plasterinë, lume duro, pop deli figurinë. Ele aty e ke. Se sa të rish kot. Ke një produkt. Ke bërë një gjë. Mor sa do e vogël, e ke bërë një gjë. Kurse duke nejt kot s'ke bërë asgjë. Ke nejt kot. Prandaj jeta nuk është tallava. Me gjithë respektin që kom për çunat tallava se bëjnë kom shumë mirë, atë mos ma morin për tërës. Jeta është investim. Dhe puna të bën mirë. Të qenurit i pasionuar, të dashurit e diçkaje, të bën mirë. Që profesioni mos e bësh të mor ato lekë, jo ta bësh sepse të pëlqen, se nuk shkohet në punë të rjetën me komën zvarr. Të bësh një gjë që s'pëlqen. Apo e kam gabim? Jo, e vërtet është arsye për të zgjuar në mëngjes. Edhe për të pasur lëvizje të brendshme. Duke qenë se jetojmë në këtë epokën digjitale të inteligjencës artificiale dhe në këtë botën ku virtualja si duket ka fituar më shumë terren se sa gjërat që janë aty për aty dhe konkrete. Duket sikur edhe të rinj sot po i bën shumë më shumë për shkurt se sa të fillojnë edhe të përqendrojnë të gjithë energjinë dhe punën e tyre tek një gjë që duan t'ia nxjerrin fundin. Me një klik ata sot i kanë gjërat shumë më gati, nuk e vrasin mendje për të bërë një ese sepse është çati atje që ta përgatit atë gjë. Pra dhe në profesionin që ata zgjedhin për të bërë në jetën e tyre që do ta vazhdojnë si thua deri në fund të jetës, ata që në këtë moment kur në fakt duhet vendosin ca baza të forta për jetën e tyre profesionale, vendosin që të bien për shkurt. Ky është problemi. Është problem. Është shumë problem. Sepse ti jeton në një realitet që nuk është realitet, në fakt. Çfarë do të them? Ti nuk mund të ndërtosh një jetë pa qenë i ditur. Sepse s'ke për të ndërtuar dot gjë realisht. Ti nuk mund të ndërtosh një të ardhme pa e ditur çfarë do me thënë e ardhme. Se ardhme nuk është të kenë vilë me pishin. Jo, ajo është rehati, ajo është komoditet, ajo është pasuri patjetër, por nuk është jetë. Jetë e mirëfillt, jetë e jetuar. Çfarë ndodh sot? Që nuk din ti lesh mes Tiranës u mbasin. Mos patën celularin. Kurse ne hypshim 250 kubikëshin. Shonim bonim sherr me çunat e lagjes, për i gosin na pëlqente se këllë, ata e mbronin si motor, ti e doje, po kishte bukurinë e vetme. Ato letrat poshtë bankës kishin bukurinë e vet, kur dërgoi kartolina, tani është puç, shikim te moteli miru pafshim, si i kishte emrin? Nuk është jeta ajo. Sepse ti ashtu vret intimitetin, që është hynor. Vret intimitetin, që është hynor, nga intimiteti, nga akti seksual, lind fëmia, është hynore. Nuk është konsum. Sepse ti fillon humbet si qenie njerëzore, humbet konceptin e të dashurit, të dashuruarit. Sot unë i gjoj, sot thon partneri im, ore partner kam unë s'ken mo, e ke pas shorte, më do të ndash jetën me të, do të fusin në varr nesër. Do të rritë koka kur je smur. Çfarë do të them partner? Që në emërtime fillojnë këto zhvlerësojnë gjithçka. Partnerim, që partner më. Ku partner më? Ke fëmijë me të më. Çfarë do të them partner? Partner kam unë s'ken ku unë bëj sikur e dashuroj aktorin time me sikur. Oh, pirt. Jo më gruaja ime nuk e bëj si me sikur unë gruan time. E bëj tamam. Po qartë. Që në emërtime janë të gjithë këto modernisme moderne, ndërkohë që jo. Njeriu duhet të lexojë, të kuptojë, të filtrojë, të meditoj. Po i largohemi ne gjithmonë më shumë kulturës të leximit, të librit fizik konkret, që në fakt është një nga burimet kryesore të marrjes së dijes së drejtë për drejtë të të gjitha profesioneve. Un kam djemtë e mi që shqyrë Zotit i kam edukuar me librin, sepse kam këmbgulur për këtë se dhe kam pasur debate me ta Google-i, shiko Google-i ka gjëra të mira, po ka dhe fake shumë. Kurse ai autori ka një autorsi dhe mban përgjegjësi. Dhe në përgjegjësi ata që botojnë libra janë studius. Nuk janë Çfarë pasionesh kanë djemtë tu? Djemtë mi kanë Marku është arkeologji. Është nga që unë kam shumë pasion, ju injektua edhe atij ky lloj pasioni, zgjodhi vet. Joni është psikologji.
Janë të dy që lexojnë, domethënë Marku ka lexuar 13 vjeç Bukovskin, sa mësuesja vetë letërcisë të merru thënë tan dha Bukovskin. I thash. Për çik më vonë, thash bab, por e lexoj Kafkën. Qartë. Domethënë që s'ka lexuar gjithë parlamenti, me gjithë familje, s'ka lexuar sa ka lexuar Djalimi i Madh. Gjysmën atyre që ka lexuar Djalimi i Madh. Se ti thosh Zeqines ç'a është Bukovski, thot sufllaqe, lloj sufllaqe, a kupton? Dha bën ligje për mua dhe për fëmijët e mi. Mirë, edhe Zeqineja është e talentuar në botën e saj, në zgjedhjet që ka bërë, kështu që në meme më. Domethënë sipas kohës. Shiko, në kohën e Enverit, parlamenti i parë shqiptar, po ju them gjë, që është fakt historik. Parlamenti i parë pluralist Shqipëri ka pasur 32 akademik. Dhe mos harrojmë se Sokrati, Platoni, Aristoteli thon filozofos, rojet e shtetit, kur flet për rojet e shtetit nuk thot për rojet me mburoj, ai thot ata që bëjnë jetën shtetërore. Duhet të jenë filozof, që do thot miq të dijes, filozof, po ta përkthesh do thot mik i dijes. Pra njerëz të ditur që kanë dëshirë për të ditur. Jo të copa blegërimash atje se do bëj ligje për fëmijët e mi. Do ngre kartonin ai. Po marrim atë si shembull më banal dhe më vulgar, se si duhet jetë një ligjbërës. Ka shumë gjëra për të rregulluar, shumë punë për të bërë. Ne të falenderojmë shumë që ishe bashkë me ne. Faleminderit. Dhe ndave mendimet e tua. Faleminderit. Ditë mbar edhe gjithmonë i mirëpritur në zgjohu po desha. Dhe duhet të jemi parasysh, jo gjumë, jo. Suksesi nuk është çështje fati, është vetëm rezultati i punës së përditshme. Kështu që zgjohuni me ne dhe shkoni për në punë, bëni detyrat tuaja, vetëm kështu do shihni ditë edhe më të bukura. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me rubrikat tona të tjera. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve.